أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلندرم الله تبارك وتعالى درجم الصلاة والسلام بيغمبري të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqi plot që edhe ky takim I radhës në shoqëri me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, mësimet dhe udhëzimin e tij, të jetë një vepër e mirë e jona, e cila vepër e mirë do të na bën faqebardh, e do të jemi të shpëtuar me mirësitë dhe rahmetin e Allahut nesër në ditën e gjykimit inshallahu taala. Po vazhdojmë me kapitullin 22 të librit shumë të vlefshëm Riyadus Salihin. Këtë kapitull Imam Neveviu rahimahullah e ka titullu kapitulli I këshillës. Të dashurit e mi, feja islame karakterizohet në mes tjerash edhe me veçorinë e këshillës, nasihatit. Feja islame kërkon dhe provon me kultivu dëshiren edhe vullnetin e mirë që muslimani e ka për të tjerët, që provon me I këshillu, me I bo nasihat për hir të Allahut te baraka wa taala. Imamu Nawawi rahimahullah, siç e ka metodologjinë e tij, fillimisht I përmend disa ajete në lidhje me tematikën. Ajeti I parë e ka përmend ajetin 10 Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Allahu fuqiplot thot, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Kur besimtari I thot besimtarit vëlla, kur besimtari karshi besimtarit e ndërton këtë raport, këtë relacion, atëra ai e ndin obligim këshillën ndaj vllaut të tij. Ajetin e dytë e sill Imam Nawawi rahimahullah një rëfim I cili ka të bëj me Nuhin a.s. I cili në surën Araf ajetin 62 thot, wa ansahu lakum, I thot popullit ti, unë ju këshilloj, ju bëj nasihat. Dhe kur përmendet Nuhi, ju gjithë e dini se kemi të bëj me një pejgamber të Allahut, që Allahu fuqiplot ka tregu që Nuhi a.s. e ka thirr popullin dhe shoqërinë e tij në rrugën e Allahut 1000 pa 50 vite. 1000 pa 50 vite, kështu është original ajeti, 950 vjet e ka thirr popullin dhe shoqërinë e tij në fjalën la ilaha illallah. E ka thirr popullin e tij më u largu prej idhujve, prej putave, prej zotënave të rrejshëm. Dhe një nga rrëfimet dhe storjet e Nuhit është edhe ajeti 62 Araf, ku ai në vazhdimsi e ka këshillu popullin e tij. Ajeti I tretë është Hudi a.s. I cili popullit të tij thot, wa ana lakum nasihun amin. Dhe unë me llogaritni mua, unë jam një këshilltar besnik dhe dashamir si juj. Po ja u du të mirën. Prandaj ai I cili të këshillon edhe të bën nasihat për hatër të Allahut, ai ta don të mirën. Ndonjëherë neve vëllazën në jetën e përditshme edhe mund të na doket rënd kur dikush të këshillon. Nëse po e zojmë, unë jam në një pozicion të palakmushëm, ose kom bo një gabim, ose jam shpreh gabimisht, ose kom një sjellje jo korrekte. Dhe kur dikush prej besimtarëve dhe vëllezërve musliman na këshillon dhe na mëson se kështu nuk duhet, ndoshta neve na vjen rënd. Por Hudi a.s. popullin e tij, të cilin e ka këshillu në vazhdimsi,
i drejtohet dhe i thot: "Ana lakum nasihun amin." Un jam njëri për juve dhe jam këshilltar besnik i juaj. Ua du të mirën. Un jam dashamir i juaj. Ndoshta ju nuk po pajtoni dhe nuk po ju pëlqejnë këto porosi dhe këto fjalë dhe këto këshilla të mia, por un ja u du të mirën juve. Prandaj vëllezër i dashur, nasihati, këshilla në rrugën e Allahut është një mekanizëm që është shumë i rëndësishëm. Për fat të keq, shqeni vëllezër, koha keqe, zemani i cili është përplot harame, toksik, me gjunahe, neve na ka hupe dhe na ka zbeh shpirtin edhe guximin me i këshillu të tjerët. Mas këtij kapitulli vjen kapitulli urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Këto janë si të ngjajshme me këshillu tjetrin, edhe me urdhëru tjetrin në të mirë, me ndalu nga e keqja, pothuajse është i njëjti qëllim. Por apo shihni çka na ka gjetë neve. Mos e merrni detyrimisht ju. Por edhe nëse e merrni ju bashkë me mua, nuk gaboj. Zemani ku e keqja, haramet, devijimi e ka bo fuqinë e tij. Neve na ka humb guximin, na ka humb vullnetin, na ka humb seriozitetin, nuk jemi serioz në këtë punë. E kështu të keqen. Ndoshta unë edhe ti e shohim të keqen të shtëpia. Dhe gradualisht jena mësu me atë keqe, adaptohemi. Dikur dorëzohemi. Fare nuk ka rëndësia e kena ngrit flamurin e bardhë. Vetë fakti që ti bashkë me mu hesht, i mbyll syt, i mbyll vesht, para një të keqe, para një harami, para një sjellje jo të pranueshme, para. Pranoj mekanizmi me këshillu për hir të Allahut, me i thirr të tjerët dhe me i porosit për të mirë, me i ndal dhe me i porosit dhe me i mësu, mu largu nga e keqja, është mekanizëm shumë i rëndësishëm fenë tonë. Është mekanizëm shumë i rëndësishëm. Pejgamberi alayhis salam na ka tregu se ne jemi gjithë bashkë udhëtar në një anije. Nëse ne nuk jemi aktiv, nuk o problemi pse kena mu fundos, e kena me humb jetën 100 ose 200, 300, 1000, 2000, 10.000, 1 milion. Problemi o fundoset anija. Dhe ne gjithë jemi bashkëlltar në këtë anije. Sikur anija e Nuhit alayhis salam që ka qenë anije shpëtimit. Kush ka hyp në anijen e Nuhit ka shpëtu. Kush ka met jashtë, ka ardhur vërshimi dhe tufani i madh, ata që nuk e kanë dëgjuar Allah dhe mbar bota ka vdek. Nuk ka pas krijesa prej njerëzve, e prej shtazve, e prej shpezve që kanë shpëtu, vetëm ata që kanë qenë brenda në anijen e Nuhit alayhis salam. Një farforme ne jetojmë në kohën kur anija Nuhit i ka dyrë të hapura, apo don me hypti në atë anije, apo don me mbet jashtë anijes. Dhe ata që mbetin jashtë anijes e dim mirë nga ngjarja e Nuhit alayhis salam si kanë përfundu. Imamu Nawawi rahimahullah në këtë kapitull i ka sjell 3 hadithe. Hadithi i parë është hadithi Tamim ad-Dari, Tamim ibn Aus ad-Dari. Po du më u bëni pyetje dhe kisha pas dëshirë me ditë përgjigjen dikush për juve. Me kono taku që këtë Temimi, kone ka pa që këtë Temimi është i veçantë. Allah është problem, dhe gjallin. Tamim ad-Dari, pa qenë musliman, në një udhtim, diku në një prej detrave Allahu alem, dhe mas një moti të ligët vështirë në detra e ka qitë deti diku në një ishull, dhe aty on taku me Dejjalin dhe Temimi zbashku. Temimi ka qenë i krishter në atë botë
dhe kanë pas informacione prej informatave të mbetura të fesë Isës a.s. dhe kur ja ka tregu pejgamberit a.s. storjen Temimi, pejgamberi ja ka konfirmu dhe ja ka vërtetu krejt ato si të vërteta dhe plus i ka tregu edhe disa gjërat. E tash ky burr i madh Temimi radiallahu anhu thot, ka thënë pejgamberi a.s. Ed-dinun nasiha, feja është këshill. Feja është këshill, feja është këshill 3 herë. I kanë thonë të pranishmit, o i dërguari Allahut, ja Rasulullah, për kënd është feja këshill? Ka thonë, lillahi, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li emmetil muslimina, wa ammetihim. Feja është këshill për hir të Allahut, për të dërguarin e tij, për librin e tij, për prisat e muslimanëve dhe për muslimanët në përgjithësi. Tashtu i kemi disa gjëra. E para, pejgamberi alayhis salam ka treguar se natyrë e fesë islame është këshilla. Feja islame karakterizohet me këshill dhënien. Ne nuk jetojmë vetëm për vete, se xhenetet e Allahut janë të gjëra. Në xhenetet e Allahut ka vende dhe hapësirë për të gjithë. Ne nuk jemi egoista. Ne nuk e synojmë dhe nuk e dëshirojmë të mirën vetëm për vete, por u azgatim dorën edhe të tjerëve drejt kësaj të mire, se ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse ti bosh shkaktar një njeri me udhëzu një njeri, me udhëzu rrugën e Allahut, për ty është sikurse me i pas devet më të mira në dynjë, më kon pronari atyre deveve. Pranaj, ne karakterizohemi dhe veçohemi, jemi të veçantë si musliman, nga se mekanizmin e këshillës, qoftë me këshillu të tjetrin, qoftë me pranu këshillën prej tjetrit, e kemi standard dhe parim në fenë tonë dhe në jetën tonë. E tash, pejgamberi e përsëriti 3 herë, me qëllim që muslimanët të kenë vëmendje përballë kësaj detyre të madhe. E pastaj e pyetën, ja Rasulullah, për kënd është feja këshill? Fillimisht tha, për Allahun. Që i bie? Ne e besojmë drejt Allahut dhul xhelal, me emrat e tij të bukur, me atributet e tij të përsosura. Ai është një i vetmi i cili meriton robërinë, adhurimin, nënshtrimin, dorëzimin. E adhurojmë, i nënshtrohemi, i dorëzohemi, i mbështetemi Allahut dhul xhelal dhe çdo veprim e përpjekje dhe ibadet tonin e bëjmë për hatër të Allahut me sinqeritetin maksimal. Kjo është shkurtimisht. Për të dërguarin e tij, e besojmë pejgamberin alayhis salam si dërguarin e Allahut, i besojmë të gjitha ato të cilat na i ka rrefy e na i ka mësu nga Allahu dhul xhelal, e pasojmë rrugën e tij, është shembulli, modeli dhe yrneku jon, e respektojmë emrin dhe sunnetin e tij, e përhapim, e mbrojmë dhe e ndihmojmë rrugën dhe thirrjen e tij, e kështu me radhë. Për librin e tij, Kur'anin e besojmë si fjalën e Allahut dhul xhelal, dhurata më e madhja dhurat e cila i është bën njerëzimit dhe muslimanëve është Kur'ani famlart. Allahu dhul xhelal e zbriti këtë libër udhëzim për njerëzit e devotshëm, libër në të cilin nuk ka asnjë lloj dileme, me dyshje, shybe e dyshime. Ky libër është dritë, ky libër është jetë. Ky libër udhëzon dhe orienton drejt asaj e cila është më e mira, më e bukura, më e drejta, më e sakta, më e qelluara, më e dobishmja. Ata që Kur'anin e vendosin para vetit, çdo herë do ta godasin shenjën, çdo herë do të jenë në të drejtën. Ata të cilët e përbuzin waliyadhu billah Kur'ani do t'i mallkon. Ata që e hudhin Kur'anin pas shpinde, Kur'ani i mallkon. Allahu dhul xhelal e zbriti Kur'anin që Kur'ani të dritë, udhëzim, udhërefyes për jetën tonë dhe shpëtim për ahiretin tonë. Wali a'immatihim,
Po ashtu feja është këshill edhe për prisat e muslimanëve. Sigurisht prisat e muslimanëve, thot Ibn Uthaymini, janë dy kategori: prisat që kanë pushtetin politik dhe prisat fetar. Prisat që kanë pushtetin politik, raporti dhe dhënia këshill atyre i ka kriteret dhe rregullat e veta, për shkak se në fenë tonë gjithmonë në fenë tonë kërkohet me pas kujdesin për interesin e përgjithshëm, mos me bot razira, mos me pas remuja, mos me pas përçarje. Edhe nëse një pris i muslimanëve mund të jetë gjunaqar, mund të jetë abuzues, por nuk lejohet në asnjë rrethon rebelimi. Por pas në raste dhe situata të caktuara kur ata bëjnë kufër e kështu me radhë. Ndërsa kategoria e dytë e prisave janë prisat e fesë, sigurisht se edhe prisat e fesë duhet të këshillohen, por edhe aty janë rregullat edhe kriteret që dietarët kanë shkruar, kanë folë për këtë kapitull. Wa ammatihim, feja është këshill edhe për muslimanët në përgjithësi. Çfarë duhet të kemi parasysh, se kjo është temë interesante, dhe është temë shumë e bukur, por nuk e kemi kohën e duhur mu zgjeru, por çfarë duhet të kemi parasysh në vijat e trasha në përgjithësi, kur e porositim dhe e këshillojmë njëri tjetrin. E para, këshillat jetë për hatër të Allahut. E dyta, qëllimi nëpërmjet këshillës tjetë me përmisu diçka, jo me prish, jo me renu. E treta, duhet të kemi marifet, duhet të kemi mjeshtri kur e këshillojmë dikon. Se ti ki qëllimin me përmisu një send, jo me bo ma keq, po me ndreq. E katërta, këshilla duhet më bo në vetmi, jo më bo publikisht. Nëse këshilla bëhet publikisht, atëherë duhet bëhet në mënyrë anonime. Pejgamberi ju e dini shumë herë ka thonë, çka puna e disa njerëzve që po bojnë kështu dhe kështu dhe kështu. Kom dëgju që disa njerëz po bojnë, por kur pejgamberi alayhis salam nuk ka bo qortim ose nuk ka këshillu me emrat përveçëm. Kur pejgamberi s'ka thonë, filoni i biri filonës. Asnjëherë. Domethënë, e para, kur don me porosit dhe me këshillu dikon për hir të Allahut, hapi parë për hatër të Zotit. 2, me përmisu, me rregullu një çështje. 3, me pas njohuri. 4, me pas mjeshtri. Ka një herë me i thonë dikuj i cili o ty e bo një pun jo të mirë, ose e ka një gabim, me i thonë e ki gabim, mundet shejtani për i natë nga kokëfortësia ati tjetrit, ose nga i nati, s'ta pranon. Nuk ta pranon. Tregohet, nuk e di është të vërtet, në kuptimin e transmetimit si ngjarje historike, por edhe nëse nuk është të vërtet, tregimi është i bukur. Tregohet se 2 vllazë në kohën e selefit ishin i dhënë me zveti, vllazën biologjik. Njëri dike me marr avdes e ai tjetri nuk dike mirë bashkë me marr avdesin. Edhe ishin t'ju përla. E po vjen një burr i urtë i meqëm e po i sheh, po ai s'po e din që këta janë vllazën edhe janë hongër me zveti. Po e mur vesh që ata e kanë një farlloj mos marrveshje rreth avdesit, po s'po din që janë vllazën. E ky tash dashti si mjeshtri i vërtet me i pajtu ata. Ha qërëm një tha, a jeni t'i folë për avdes, tha, nuk di për tha me marrë avdes, apo më këshyrë një a di me marrë me avdes, ky dike. Ha qënë po marrë, e këshyrëm një mua, apo di unë me marrë avdes. A ky e kishë qëllimin se ata 2 vllazët, njëri më i madh, njëri më i vogël, tash fare s'është më rëndësia i madhe i kish mira i vogli, po njëri ish kryfort. Po s'ja merr ke fjalën njëri tjetrit. Ky tha s'po di me marr avdes. Atë marr avdes, këshirëm një apo di me marr avdes. Kur e përmbylli avdesin, kur e kryti avdesin, ai që kish pas gabim, po ai që kish pas mirë, tha jo ti po dish, tha ti na mësove neve dyve, tha se na e patëm edhe një mosmarrveshje. A përshë dhe më thonë me mjeshtri. Ndoshta nëse ky kish me ndërhy, me thonë, çka kini ju me zveti? Valla na vllazën. E ku e kini hallin? Po ky po din, ky s'po din, ky po do të më mirë, jo ky po do të s'di e kishin pranu. Ky e gjeti metodën si mjeshtri i vërtet. Tha s'po di me marr avdes. Po marr avdesën, apo më qyni a di me marr avdes?
edhe i mësoj ata me marrë abdes, edhe i pajtoj, edhe i arriti qëllimin. Do më thonë, mjeshtria është shumë më rëndësi. Sikurse këshilla do t'jetë në vetmi. Jo me turpru, jo me bo ato mu kuq, po me thonë, Allahu të ndërov vllai dashur, Allahu të shpërbleft, na krejt gabojmë. Krejt nuk dim, krejt ka njerë e kena një moment dopt, nuk on regull, edhe unë kom bu gabu si ti, do më thonë ti tash që fillon me pregadit terenin, se ti e ki qëllimin një gabim me përmisu. E ki qëllimin një gabim. Prandaj, njëri prej sahabëve, shqeqoni që ka ndodhë namaz, një sahabi o kon namaz, Ebu Muawije Es-Sulemi, ka tesh namaz, se ka ditë që s'bën me fol namaz, edhe ka thonë elhamdulillah namaz, ka tesh edhe një herë elhamdulillah namaz. Thot ai, kur e kom pa që kur kush nuk po më thot jerhamukallah, kom fillu me mendu që kom po bëj gabim. Thot kur ja kom nis me mbish synit namaz me këqyr këto që e kom ndjath, edhe këto që e kom majt, thot e i kom pa me mbish synit, se tash ai thot sikur ka ndosht, e kom pasën rregull diçka. Thot kur kom jep selam, ky që u kon ndjath dhe ky që u kon majt me sy, dashëm kanë hongër, janë bën nervoz. Si kanë thënë kur gjo. Tash thot kallzon që kam su pejgamberi sa. Thot nuk kom pa mësus më të mirë, e më të dashur, e më të mëshirshëm, e më të kujdesshëm se Rasulullah sa. A di që ka thonë pejgamberi sa? Ka thonë, o robi Allahut, në namaz nuk lejohet me fol, madje nuk lejohet as me thonë ti elhamdulillah kur të shtit. Herën tjetër mos bëj kështu, u kripuna. Ose ju e dini, a ka rast matron se sa ai buri beduin i cili ka hinë xhamit pejgamberit alayhi salatu wassalam në prezencën e tij dhe shokëve të tij, Allah ju nderoft, ka filluar me kry urinën. Leni ta kryin krej. Jara, shko tha njoni ta merë një kofë moj, derë dhe kofën moj, u kry puna. Unë gjaj zëtia. Nuk pido këtë kur gjosh farë veprimi e boni. Kur unë tha Allah, mu edhe Resulullahin fut në rahmetin tënë, këta tjerë të jo. La ilaha illallah. Provokimi por i dyti. Pejgamberi tha, o robi Allahut, rahmeti Allahut shumë i gjonë, së mund është me jaqit ti kufinin rahmetit Allahut. Ti thuj sa dush, këta mos i fut në rahmetin, rahmeti Allahut nuk kufizohet. Por, cila ka qenë përshtypja këtij njerit në reagimin e pejgamberit? Për ato pejgamberi a.s. kanë ardhë krejt me një mendim ndryshe, kanë ardhë me urrejtje, kanë ardhë me qëllim sikur Omeri u nis me vra pejgamberi a.s. Por në fund përshtypja ty ne ka ndryshu për shkak sjelljes, dashurisë, mëshirës, kujdesit dhe mshurisë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Hadithi i radhës është hadithi i Bejeli, qërë që ka thumë këpur, Gjeriri. Baya'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, thot jom shku dhe ja kom jep besën, jom besatu para pejgamberit alësam për 3 sende. Ja ka jep besën pejgamberit. E para, ka me fal namazin. E dyta, ka me dhonë zekatin. E treta, me gjdo musliman që ka me pas rastin mu taku, e ka me pa nevojen me bo nasihat e me këshilu, ka me më këshilu. Gjdo musliman, e nja, nuk e nja, e kom pa ma heret. Gjdo musliman që e takoj edhe e kuptoj dhe e shoh nevojen se duhet me këshilu, ka me këshilu. Mbajnë e men që ta, do të na vjen e transmeton Buhariu dhe Muslimi, që kjo e treta, do të këshilloj çdo musliman, veç ta përmendi hadithin tjetër, e do të vim të një ngjarje shumë interesante e Gjeririt. Hadithi tjetër është hadithi e Enesit radhiyallahu anhu. Këtë hadith e keni dëgju shpesh dhe gjithë e dini, ka thonë pejgamberi alajhissalam, ky hadith është mehlemi për çdo problematik në këtë jetë. Ka thonë pejgamberi alajhissalam, nuk ka besu asnjëri për juve derisa nuk ja dëshiron tjetrit ato që ja dëshiron vetes së tij. Apo ki qef diçka për veti,
ashtu dush me ja dëshiruar tjetrit. Ato çka ti nuk e don, nuk dush me ja dëshiruar tjetrit. Dhe ky është mehlemi i çdo problemi në dunja. Shumë i thjesht. E tash po kthehemi te Gjeriri. Por para se të mu kthy një ngjarje shumë interesante që kam ju lënë për shtypje, edhe njëherë pikthena hadithit Gjeririt. Thotë jam shku te pejgamberi alayhis salam, edhe ja kom jap besën. I kom thonë ja Rasulullah, po ta e besën në emër të Allahut, namazin kur s'kam e lënë. Zakatin kam e jep, edhe kam e këshillu çdo musliman. Kalojnë vite, vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Del një ditë në pazar Gjeriri ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Del një ditë në pazar me bleni kali. E bojnë pazar 200 dirhem. Kur e merr kalin, niset. E merr vesh që ky kali koka e pas ka vlerën më të mirë se 200 dirhem. E ka ble lirë. Kthehet, thot, une e bona pazar për e te e kalin 200 dirhem, po kur nisa me shku në puntimin, e pash që ky kali ka vlerë ma shumë, urdhra dhe 100 dirhem. Për 200-ve, e ashtoj edhe 100 dirhem. Unis, si me thonë, shkoj 1 kilometër, a vallaj, ky kali koka, i pas ka shumë veçorit e mira, u kthy për herën e dytë. Ja ofroj edhe 200 dirhem, sa u bon? 500. Pa pas ka vlerë ma shumë. U kthy. Vazhdoj, kur mriti të shtëpia, po tha ky bre gjuna bre 500. U kthy për herë tretë, ja shtoj edhe 300. Pe 200 dirhemve sa u bon? 800. Wallahi tha ky pas ka këto. U habet ai tregtari në pazar. Tha rodhi Allahut, kush je ti bre? Ai ja kish bo për hajër me zemër, me lojë zemrës, herën e parë 200 dirhem. Ha qërët Allah i dashur. Para shumë viteve, jam ullë në dy gojë para Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ja kom jap besën. Në emër të Allahut, s'kam e lënë namazin. Kom jep zakatin, edhe sare takona me një musliman, e një nuk e një, nëse ka nevojë me bo nasihat, kom e bo nasihat. Unë erdha me ble kalin. Këtë në rregull tregtia, këtë pazari, këtë në rregull. Por unë e pash se ky kali ka vlerë ma shumë se 200 dirhem. Nuk o bora hat desa ju ka pushu zemra. Qa tha Enesi? Ka thënë pejgamberi sa, nuk ka besu askush për juve derisa të mos ja dëshiroj tjetrit ato që ka ja dëshiron vetës. Demek Gjeriri kish pas qef 800 euro, 800 dirhem me shit. Pse e vlerësoj Gjeriri atë kali ma shumë se sa e boni pazar, u kthy radhiyallahu anhu. Këta janë konë sahabët e pejgamberit alayhis salam. Dhe pasha Allahun, ai i cili është i sinqert, edhe në këtë segment, Allahu do t'jep bereqet. Po e përmbylli, sot të pinë mas namazit sabahut kafe me një vlla një xhamatli. Po i thëmë të kish ardh agja prej Amerikës, e fala gjimon bashkë me to, tha po. Si ka halët agja në rregull? Alhamdulillah, ha i ka blet 3 banesa në Amerikë. Hej, mashallah, ja ka falë Allah da e vlade. E thash, ai të zaki tina jënë shku për një ditë. Tha vëllai të zaki tina, alhamdulillah, u martu dhe ja ka falë Allah në da e vlade, po halo asë një banes s'ka mujtë me bo. La ilahe. Për i ditës të parë, për i ditë jënë shku. Për i ditë, jetojnë një building bashkë. Dhe të një u bo sebeb me diskutu qka do në thot Allahu me t'jab bereqet edhe të me të beku edhe në mundin tënde, edhe në përpjekin tënde, edhe në dirsën tënde, edhe në sofrën tënde, edhe në vlatë të tu, edhe është shumë kjo shumë është madhështore kjo. Shumë është madhështore. Allahu na udhëzoft në rrugë të mbarë, Allahu na mundësoft që
të ngjallin këto zemrat tona e ta fitojmë guximin, zellin, dëshirën, vullnetin me i porosit të tjerët për hir të Allahut, me i këshillu të tjerët për hir të Allahut. Kur e shohim të keqen, mos më pajtuaj, mos më mbyll syt e vesht para të keqes, se kjo nuk i ka hije karakterit të një muslimani të vërtet. Allahu adil më së miri, wallahu ta'ala ala, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.